Pas marrjes së presidencës së radhës në Këshillin e Europës në Tiranë, është zhvilluar mbledhja e Byrosë së Kongresit Evropian të autoriteteve lokale e rajonale. I pranishëm në këtë mbledhje kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, u shpreh se një nga prioritetet e Bashkisë së Tiranës është të shndërrojë kryeqytetin në një qendër moderne europiane. Prioriteti ynë është të shndërrojmë Tiranën si një qendër perfekte dhe në një qytet europian. Prioritetet tona janë të njëjta me fqinjët tanë. Do të kemi mundësi t'u tregojmë këtë gjatë presidencës tonë dhe ju do të keni mundësi të shihni bukuritë e Tiranës. Premtimi kryesor është afrimi me Evropën. Ndërsa presidenti i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, Kate Whitmore, e ka uruar zotin Basha për zgjedhjen në krye të shoqatës së bashkive, si dhe e ka siguruar për bashkëpunimin edhe në rolin e kryetarit të shoqatës së bashkive, edhe si kryetari i bashkisë më të madhe në vend. Në emër të gjithë anëtarëve të kësaj byroje, më lejoni t'ju uroj për zgjedhjen tuaj në krye të shoqatës së bashkive të Shqipërisë. Tashmë kemi presidencën e parë shqiptare të Këshillit të Europës, e cila ka marrë detyrimet e saj për të punuar me Kongresin për çështjet e demokracisë lokale dhe ne kemi bërë mjaft takime në Tiranë dhe më vjen mirë të shoh seriozitetin e qeverisë në dimensionin e çështjeve lokale gjatë kësaj konference dhe ne duam të shkojmë më tej me këto çështje. Kjo është një mbledhje e rëndësishme e Europës që zhvillohet në Tiranë, ku të gjithë anëtarët e shteteve pjesëmarrëse vlerësuan si shumë pozitive marrjen e presidencës së radhës nga Shqipëria.